Këngëtarja dhe moderatorja Egli Tako ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut, këtë herë pas disa postimeve ku shihet e shoqëruar nga një mashkull enigmatik. Në rrjetet sociale po qarkullojnë zëra për një lidhje të re, megjithatë Egli nuk ka dhënë asnjë reagim, duke ruajtur rezervën që e karakterizon për jetën private. Vetëm pak ditë më parë ajo publikoi disa buqeta lulesh që kishte marrë në punë duke i falenderuar fansat për gestin, por ndjekësit nuk e përjashtuan mundësinë që dhuratat të vinin nga një partner i ri. Në një intervistë për The Dalina Show, Egli Tako foli për herë të parë pas përfundimit të marrëdhënies me Gjestin, e cila kishte marrë vëmendje gjatë qëndrimit të saj në një reality show. Ajo theksoi se mes tyre nuk kishte ekzistuar kurrë një raport romantik. Për Gjestin e kam thënë disa herë, të dua shumë si njeri, kjo është më e rëndësishme se sa gjithçka tjetër. Sipas saj, ndjenjat në atë periudhë ishin të përkohshme, e të ndikuara nga izolimi. Je aty 24 orë në ditë, gjithçka bëhet më intensive, por nuk ka lidhje me dashurinë e vërtet, tha Egli, duke shtuar se sot është beqare dhe ka mbyllur kapitullin. Nuk dua të jetoj më në deluzion, dua të mbaj mend vetëm gjërat mira, përfundoi ajo.